Jakupi ndan lajmin e ëmbël. Pas gëzimit të madh që solli në jetë ardha 2 mbesave të saj, Larta Jakupi ka ndarë me ndjeksin një tjetër lajm, që ka mbushur zemrën e saj me dashuri e lumturi. Në një postim plot emocione Instagram, Larta publikoi një fotografi të ëmbël, ku shihet duke mbajtur në krah fushin e posalindur, teksa rrezaton dashuri, qetësi dhe gëzim të pastër. Në fytyrën e saj shihet qartë emocioni një momenti të paharrueshëm familjar, që çdo njeri e përjeton me zemër plot. Ajo ka shoqëruar fotografinë me një mbishkrim të shkurtër, por plot domethënie. Ndjekësit e Lartës kanë reaguar menjëherë me urime të shumta dhe komente plot dashuri, duke quajtur këtë periudhë bekim të trefisht për familjen e saj, pas ardhjes në jetë të 3 engjëjve të vegjël, që kanë sjellë dritë dhe gëzim në jetën e tyre. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.